Artur Sheu, qytetar i Shtetit Amerikan, larguar nga Shqipëria vitin 99, pas përplasjes me Zani Çavushin, pse është ky personazh? Çfarë është organizatori i këtij takimi? Dhe pse del ky? Shiko, Artur Sheu njihet në Vlorën e kohës së skafeve, kur ulzonin skafet në kohën e Berishës parë, që shkonin me klandestin, ajo linja e vjetër e trafikut të heroinës që kalonte me rrugë toksore nga Turqia në Bullgari, në Serbia me radhë ishte rrugë toksore, ul poshtë në ato vite trafiku i heroinës dhe shkonte në Itali shumë shpejt me skafe. Ka qenë kjo periudhë e ardhë, ky ishte njeriu që kishte më shumë skafe, klandestine sigurisht. Dhe ky ishte njeriu që realizonte më shumë fitime. Ky silte makinat më të bukura në Vlorën e asaj kohe. Dhe nuk di të them këtë pjesën se këto njerëz që merren me krim nuk kanë parti, ti dallojë e tjera, ka pas përplasjen, pasi doli Zani Çavushi nga burgu në vitin 1999, u bë një përplasje me viktima, është vrarë dhe një afërm i këtij, i Artur Sheut. Kjo ka qenë periudha kur ai u largua nga Shqipëria dhe përfundoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk është se ky ka mbet pa aktivitet. Ky është i përfshirë në pretendohet është hetuar, ka akuzë nga qytetarët e Vlorës që ka një sipërfaqe shumë të madhe të tjetërsuar, pronash në Zvërnec, me falsifikime, ka gjyqe pafunde tjera e tjera. Është futur në pronat e tij generali italian Lizi me një makinacion që u bë nga një pronë tyre e tjera. Pra, nuk është ky njeriu që ato analizë, filluar gazetar, prokuror, italian e tjera, e shohin këtë si një nga kapot, po si nga ato mendjet e mençura tani, se tani ka kaluar në atë pjesën e mendjeve të mençura, se ka kap në një ligjis, s'është goditur në një fort nga ligji, dhe e shohin si njeriu që qëndron në majtë të kupolës të krimit organizuar, që lidhet me trafikun e drogave e tjera. Por i pagoditur asnjëherë. I pagoditur asnjëherë. Kjo është ajo që e ashtu atë. Tani, unë ndoqja me interes, me shumë kujdes fjalë pas fjalë intervistën atij zotërisë dhe besoj se ai gazetari, duke bërë një libër, i ka shumë të qarta ato gjëra që thotë. Kur bën një libër është tjetër gjë, i kthehesh gjës 100 herë dhe e ditë saktë. Dhe më troqi në mendje që hetimi që ka vajt në Aruba dhe është bëra i përgjimi atij ka lidhje me investimet e disa biznesmenëve shqiptar për llogaritë Artur Sheut në Firenze. Pra, duke jetuar këto investime të Artur Sheut në Firenze, që ishte me prestanome me këto biznesmenët shqiptar, shkohet te përgjimi në Aruba. Dhe mua, përveç shumë gjërave të tjera, ajo që më troqi mendjen ishte që këta flisnin, thoshte, për anije me materiale si droga. Dhe kjo mua më përputhet, pra jemi në vitin 2019. Ç'është viti 2019? Në vitin 2019 ne kemi dëgjuar për herë të parë të instalohen në Ekuador dhe në ato vendet e Amerikës Latine ku shqiptar të dërguar nga bandat fuqishme të trafikut dhe të shpërndarjes së drogave, të cilët donin të kishin më shumë fitim dhe ta kishin dorë parë atë të bardhën, mos ta kishin dorë dytë dhe dorë tretë, dhe që të shojë në këto pak vite në fuqizimin e trafikantëve shqiptar dhe vim, nëse do shohin fundin e atij harkut, tek atë që tha vajza për Graterin, që tha që Ndrageta, që është mafia më e madhe në botë, mafia më e madhe në botë, tani është tërhequr. I ka tërhequr emisarët nga Ekuadori dhe andej, se këtë pjesë po e bëjnë shqiptarët. Tani po e bëjnë për llogari të Ndragetës, apo po e bëjnë për llogari të grupeve kriminale shqiptare, të cilat, sipas Graterit, që nuk është pak në Itali, ati i referohen të gjithë, kur flet ai, ati i referohen dhe besojnë të gjithë, sepse është profesor në atë pjesë dhe njeri që vjen nga terreni, ai thotë që është e dyta pas Ndragetës. Atëherë, me këtë zhvillim të madh që po bëhet, që i kputën italianët atje, ku po shkon këto grupe kriminale shqiptare? Tjetër, kjo mbarazohet mua dhe me sherret për portin e Durrësit, ka pas të vrarë në këtë periudhë në portin e Durrësit, për kontrollin mbi portin e Durrësit.
Dhe nga një grup, kalojnë një grup tjetër. Kemi vite që në portin e Durrësit nuk kapet më. Që çfarë do me thënë kjo? Qartë. Më sakt, e di kur është kapur drogë për herë të fundit në portin e Durrësit? Kur portin e Durrësit se kishte askush. Kurse tani që nuk kapet drogë, thonë ata që e din, nuk kapet drogë, sepse porti i Durrësit ka zot. Kështu e shoh unë në një këndvështrim timin. Urdhro? Droga nuk kalon vetëm në port. Përgjithsisht kalon nga jashtë portit, për në perëndim. Dhe Shqipëria dhe Mali Zi... Droga, sasi më dhash... E fundit, që ishte një sasi e madhe, u mor aty për para se të futej në skaner dhe... Konteneri fundit që doli në media... Konteneri fundit që ka dalë në media, u mor para se të futej në skaner, u shkarkua, ajo që duhe shkarkua, e dhe fut në skaner. Unë e pash gazetarët të ngrinin zërin shumë fort dhe të merrin guximin për para zgjedhjeve. Për para zgjedhjeve të fundit. Pra, të guxosh për para zgjedhjeve të japësh leje dy eksponentëve të krimit organizuar në Shqipëri. Leje ndërtimi, njëri rrpallat 18 kate, tjetrit për të zhvilluar një zonë atje, të japësh leje kryeministri i vendit me firmë. Dhe këtë ta ngren vetëm gazetarët. Dhe riskun dhe gjithçka përsipër ta marrin vetëm gazetarët dhe opozita të mos bëj asnjë gjë, unë e kam parë me sytë e mi, e kam prek me duart e mia para zgjedhjeve. Prandaj, ajo që na del në gjithë të histori, ka shumë të ngjarë që ato në vende të caktuara janë bashkë. Ka shumë të ngjarë. Pra, ti hape një... Ky njeriu kur ndalove te plaga, zotëri. Baklavan dhe revanin, kur ndan u hedh nga copë dhe opozitës. Nuk është momenti që ne të themi për opozitën. Opozita duhet të shkoj, edhe opozita duhet të shkoj te vërteta thelbësore. Dhe jo të thjesht te krimi vërtet, që është ullur këmë kryqi dhe te kjo që flasim për sigurisht. Dhe kjo është një moment shumë i rëndësishëm. Zonja Kepi, në qoftë se je në lidhje, ligje ti kur kjo dosje, kjo dosje tani që është sekret të një ju, por kur hapen këto, se edhe Amerikanët ka një regull, i hapin. Nuk është mbyllur për të hapur, ajo është mbyllur se nuk ka pasur më prova. Jo, është mbyllur për skadencë kohë dhe për komplikim të cilës ajo sillte. Por në qoftë se aty ka emra, pse të mos deklarohen ata? Besoj se çështja apo debati sot aty duhet ishte që kush e ku jepet llogari se në përballje dokumentit të antimafjas apo të prokurorive speciale dhe të vendeve europiane, dokumentohet dhe flitet se eksponentë lartë të qeverisë shqiptare ulen dhe bëjnë afera me bosa të krimit organizuar, dhe pse as kryeministri Rama. Ne po diskutojmë, të lutem, shiko, ne po diskutojmë këtu. Tani ju s'më lëni ta mbaroj logjikën. Po jo, po se ti po thua tani ne, po pse ne me nder pjert mafja kjo ndërkombëtare për ne edhe autoritetet italiane ose këto. Ne kemi hallin këtu, te këto që ndërtohen parat e krimit këtu. Po pra. Po patjetër, po çdo gjë është e lidhur, sepse unë nuk mund pranoj që të ndalen me elemente për mua, për shembull flisni për bankat. Unë kam qenë vetë, kam sjell 2 dosje ku flitet pikërisht për bankat. Dosja Baco Profilo, fliste pikërisht se si eksponent të krimit apo të mafjas italiane apo dhe të ndërmjetëve apo punëmbaruesve shqiptar, kërkoni vetëm 30% para kesh për ndërtuar kulla dhe pastaj sponsorëshin nga bankat.